Isha me matin. Po? Isha me matin. Kishim ngarkuar fuqi bitumi këtu ndusht. Dhe ikshim për në Rumani. Kur ikim për Rumani, vajtëm në Stamboll. Deri në Stamboll vajtëm im, kalom Marmaran, hym në Stamboll. Kur vajtëm në Stamboll, do dilshim ata, Roku si kapiten, hym detin e zi. Kur hym detin e zi, atje na filloi një det shumë i fuqishëm. Kur fillom me fuqishëm, po Roku ishte kështu dhe si thoshin si kapiten që na lejon të ndonjëherë që të hyjmë te ura komandimi. Ishte çik liberal. Ja, liberal, ja bravo, liberal. Ma i ka janë liberal për gjithë gjërat. Edhe hym detin e zi. Kur hym detin e zi, atje na filloi një det jashtëmase. Kur atë pamë, vapori zhytish kështu, edhe dilte. Ato fiqit e bitumit që kishim gover, na ikën gjithë. Me qimat, me këtë, na ikën gjithë. Ai neve thoshim kështu, o Zot, po del vapori se zhytish kështu, zhytish vapori, edhe ngrihesh kështu, o Zot, po del vapori më apo s'po del. Fuqiet e bitumit i kishin kështu, fiu, asnjë fuqi bitumi, gjithë goverta. Deti shumë i fuqishëm. O kapiten Roku, hajde lasho, inshallah po del vapori. Thoshte vetë kapiteni, inshallah po ngrihet vapori prapë. Se zhytësh, fuqiet e bitumi me qimat e kiqit që ishin ato me vëriqat, na u bën copë. Deti shumë i fuqishëm. Po marinari, është tamam që ajo gruaja momentet e lindjes, e tha unë se hip burrin më tha. Lash. Dhe marinari, unë hipi më ndet, ama vjen dok hipën prapë. Dhe gruaja lind e merr burrin prapë sipër.